Këto gabime që bëni çdo ditë po ju dëmtojnë zemrën. Ja çfarë duhet të shmangni. Të dhënat më të fundit të Institutit të Shëndetit Publik tregojnë se sëmundjet e zemrës janë shkaktare të 60% të humbjes së jetës në vendin tonë. Shëndeti i zemrës përmirësohet ose përkeqësohet në varësi të disa faktorëve ku përfshihet ushqyerja dhe aktiviteti fizik. Në këtë video do të mësoni si të mbroni shëndetin e zemrës duke shmangur disa vese dhe zakone të caktuara për shëndetin tuaj që ndikojnë negativisht në shëndetin e zemrës, sipas Healthy Line. Qëndrimi i ulur në televizor përpara tij për një kohë të gjatë mund të shkaktojë probleme të ataku në zemër dhe ishemi, pavarësisht niveleve të aktivitetit fizik. Mungesa e lëvizjes është shkaku kryesor i problemeve të shëndetit të zemrës. Pirja e tepërt e alkoolit, ngrënia pa fre, përdorimi i mishit të kuq me yndyr, pirja e duhanit, mungesa e frutave dhe perimeve në dietën tuaj dhe shtimi i tepërt i kripës mund të jenë faktorët kontribues më të mëdhenj të problemeve të zemrës.